vetë në ring. Çfarë emocioni ka të performosh përpara një audiencë sportdarse, krahasuar me një audiencë që ndoshta është dedikuar vetëm për ty. Prandaj Albani është një nga Mjaft mirë. E ka më fal që janë momente delikate ku ditën e pavarësisë. Po. Gëzuar gjithë shqiptarëve. Shpresojmë që edhe Alban Beqiri të bëjë detyrën më së miri ashtu siç po realizon deri në këtë çast. Deri këto momente duket që Albani do Mumin nga bokseri Kuqezi, i cili po kalon një moment mjaft të mirë, jep disa goditje rradhazi kundërshtarit të tij. Joel Giulio intuit, me logjik, mund të them se nuk e krijon në mundësinë as pak kundërshtarit të tij për të në kampionat botror ka luftuar me një dorë të thyer dhe ka dalë në kampionat botror, shorti sjell lloj. E kam dëgjuar, është një déjà vu për mua, e thot. Mjaft mirë Alban Beqiri. Lufton me duart e ulura poshtë, është luftar një moment të lodhur dhe i ka thënë Zeitit çfarë breshërie. Ka bërë analizën dhe ka dalë i tillë. Çfarë djathtë potente. Alban Beqiri po e dominon pa vdekshmi. I pa vdekshmi. Mjaft mirë. E vendos përpara një breshëri grushtar sërish. Nuk di të ndalet. Nuk di të ndalet. Thjesht i shmanget kundërshtari dhe ajo e majt ishte në fytyrë. Tjetër situatë është kundërpërgjigjur, por pa i krijuar probleme Alban Beqirit. Rullshëm, agresiv, i përqendruar dhe gati për të arritur një tjetër fitore. Alban Beqiri. E çon poshtë. Ose Ana Sjeltas. E fillon poshtë Beqirit. Tjetër iniciativë, ajo goditje me djathtë. Vazhdon e përsia, vazhdon. Para me duart e ulura. Duke patur një besim të jashtëzakonshëm tek reflekset e tij mbrojtëse. Alban. Tjetër moment ajo e djathtë. Shko se si i ikën, se si shpoton gushtave të tij. Tjetër breshëri, mjaft mirë Alban. Emocionues. Sërish tjetër iniciativë. Primat e tyre absolutisht e ndjen për detyrë. Ka një kombinim perfekt goditjeve. Shpejt i sa. Ekranin e Supersport Digital. Çfarë goditje është një raundin e 6. Deri tani ka dominuar kundërshtaren. Mjaft mirë. Duket e thillësi. Ka nisur të reagojë edhe kundërshtarit. I duket sikur e kanë strategji gjithë kundërshtarët që në raundin e 6 nisin edhe ngacmojnë. Nuk e dal. Joel Giulio. Por është i lodhur, mjaft mirë. Çka nuk duhet harruar asnjëherë. Sa bukur e ka kapur atë majt. Fantastik, Beqiri ulet dhe ku ngrihet juan të majtën anësore. Alban Beqiri. Ajo përballje në këto 6 raunde të tjera goditje. Alban Beqiri e majt e fort. Dëgjohet edhe sinjalizimi. Ai që na ka treguar është The Immortal Alban Beqiri.